emrin tim, që unë të dal keq në privat, unë të dal keq në publik, unë të dal keq me njerëzit, çdo person që ka bërë manovra, mashtrime, dallavere në për private, dhe unë jam shana njerëzit kot, vetëm se keni shtyr ju njerëz, u qifsha motrën hapur fare. Kujti djek, le ta mbaj. Nuk po shaj asnjë njeri që s'më ka bërë gjë. Po shaj çdo motër shirë që nga momenti që ka hapur TikTok deri më sot, vetëm është munduar që unë të dal keq pa i bërë unë asnjë gjë atyre personave. U qifsha motrën të gjithëve dhe u them ballë për ballë. Në qoftë se ndonjëri nga ju i djeg, i dhëm këto të shara, shtrëngoj veten fort, po më keni më qaftë qifsha ropt dhe unë s'kam bërë gjë. Përkundrazi, po të them qifsha motrën se më keni më qaftë. Kaq, më shqip se kaq. Doni t'ua them me ngjut huaja? Apo kuptoni shqip? U shkërdhefsha racën intriganta na keni çar karin që në fillim të TikTokut u qifsha motrën më në pidh. Motrë qira. Sepse ka, ore mos me ndoni se nuk di unë të shaj u qifsha ro. O do t'u dal me emra. T'u qi motrën më në pidh tore. Ore mos u merrni me mua se nuk hajni dot. O motrë qira. Do t'u dal me argumenta, do t'u qi motrën ore. Që te mashtrimet që beni ju, që te futjet e shoqërisë që beni ju, që te gratë që i qini njëri tjetrit, që te dallaveret që beni dhe që te njerëzit që futin në sherrore. Do t'u qi motrën ore. Do t'u dal me argumenta, me emra, me mbiemra, do t'u shkërdhej pragun. Më lini radhër u qifsha racën. Më lini racën do t'u qi motrën ore. Hani makaronat e rrini mirë ore. Hajni ndaqme avjar, ndaqme karkaleca, ndaqme fruta deti, ndaqme fruta pylli, hajni me çfarë të doni. S'po ma ha kari fare me çaj hani. Dakor? Por emrin tim mos e përmendi. Mos e përmendi se do mbeni të dal nga vetja dhe do hyj këtu me emër me mbiemër do t'u qi motrën. Kaq. Do hyj me emër, mbiemër do t'u qi motrën të gjithëve. Kaq. E mbyllim këtu. Se do t'u shkërdhej pragun. Se më kanë ardhur sot në privat mesazhe pa fund na 4 motrëshira që merren me mua. Do t'u qi motra. Do t'u shkërdhej pragun. Në qoftë se më vjen një mesazh nga sot e tutje, motrëshiri parë që shprehet dhe mua më vjen mesazhi, do t'u qi pragun, do të dal me emër mbi emër dhe do të shkërdhej motrën. Derisa të lodhesh të qifsha ro. Kushdo qoftë. Do t'u qi pragun, kaq, doni merr. U qifsha motrën. Mbaj lasë dhe vrash në një tithë, dhe mirë në rregull. Po qia motrën në shak. Qia motrën. U shkërdhefsha pragun, jo motrë qira me ngjyra pederasta. Burra legena u qifsha ropt. Njerëz të pa pes, njerëz të pa fytyrë, jo. Ure zoti qela. Po kështu e duan Allah, nuk kam zgjidhje, po çfarë të bëj o qifsha modrë? Ri hurt, o qeros. Ri hurt, jo pse ri hurt ai. Flet, jo pse flet ai. Hikën atë TikToku, iku se bëri kështu. Oru qifsha pragu mund në pith, oru qifsha modrë. Hajde dalim me letra të hapra, oru qifsha rob mund në pith. Hajde o dalim se unë një TikTok kam, ore motër qira kanalesh. Po unë një TikTok kam pasur, nga dita një, e dersot oru qifsha rob. Oru qifsha modrë. Po unë një TikTok kam pasur, o motër qira. Po unë edhe lërat e mda kur i kam bërë me lekte mija, o prak terra, nuk kam myrë këtu të peshkoj njerëzit. O qifsha modrë mund në pith. Oru shkërdhefsha pragun mund në pith. O motër qira me ngjyra. Ha? Po një adres kam oru qifsha modrë, nuk kam 100. O motër qira kanalesh, tek adres. Kam gjojtur $150,000, më kam gjojtur $50,000. O motër qira kanalesh kaq ose unë, as kam bërë namin me të gjojtur, as kam bërë namin me të më gjojtur. O qifsha motrën të gjithve.
Qa punë u prish unë ju o qifsharop? Se ju jeni te puna, unë jam te puna. Qa punë u prish? Doni të dalim të gjithë, ne sikur jemi te puna? Sikur po lypim të gjithë? Po jo u qifsha motrën, se s'po lypim të gjithë. Unë s'po lyp. Herë u qifsha motrën mu në pithë. Se për të gjuar gjoni jore, është e sigur të re. Edhe qofë se je ti, për shemë, mbrapa ti telefoni, që po më të gjonë, dhe ke bërë intriga, në mbas shpine, dhe në krau tjetër, më thoj shok, të qifsha motrën. Dakord, mos u fikso duke më parë, të qifsha pragun, me ty e kam, ropshirë, që të ndjej shpirti kur të shajtë qifsha e ropë. U qifsha motrën jo. As për të bërë mirë së lini, as për të qenë shoku mirë së lini, as për të qenë i respektuar së lini, as... E ka me ata motrëshira dhore. E ka me në një motrëshir që eshë mbrapa këtu, ja kanë shuar live-in e thonë po thot ky, po mund ta ketë për ty. A ishtë ta ka nisur që të thot mund ta ketë për ty, ta ka nisur se e di qa ropshiri je dhe qa intrige ke berë. Dhe në qofë se ke ardhur për të më parë në mua, apo po më shikon nga lartë, do të thot që je motrëshir. Është shumë e thjesht, në qofë se shikon nga lartë nuk hynë, je ropshir. Në qofë se ta ka nisur në njeri dhe thote, ka me ty, i bje që je motrëshir se je shprehur. Se je shprehur orë të qifsha e ropë, se mund të dali njeri dhe të shaj intrigantët, them bravo, le ta shajnë në ti qinë motrë mu në pitë, se nuk më djekë. Del njeri që shanë hajdutët, bravo, se s'kan vjedhur gjerë të qifsha e ropë. Del njeri shanë bëdhë qirat, bravo, e kupton, se s'kan lidhje me ta. Kështu që u qifsha e motrë mu në pitë, të gjithë juve që keni bërë intriga duke përdorur emrin tim dhe e keni shumë pak. E keni shumë pak. Kaq, është pak. Kanë ardhur 100 mesazhe sotore. Qia motrën më pithë, emri im i përdorur nga të 4 anët. Motrën në pithë. Po unë s'kam as audiencë më u qifsha motrën më në pithë. Po unë s'kam as në një audiencë u qifsha ropë. As nuk hyj këtu, që tu hyjte puna, tu marrë lekë, tu marrë kostumerat. Po herë, po s'kam edhe. Po nuk kamër që ua qifsha pragun. S'kamër e vla. Edhe kur losi qifsha ropë, i edhe vetë. Në base e duan që tu që i gruan, s'mere me gratë e këtyre, unë tani se s'del koha vla, se janë shumë. S'del koha se janë shumë, që u qifsha qau për ma në pragu. Motër e shira me njyra jo. E piqke se jam e sore, los me klevizin, edhe prap, jore vla, e me klevizin mos të ri. Jore vla, dhe me klevizin mos të ri. Se ka audiencë pas ta i klevisi, edhe hajde i fusim intriga, edhe të klevisi. Edhe të klevisi, e kuptoni apo jore? Edhe të klevisi, jore. Shia motrën, e kuptoni apo jore? Se ka audiencë pas ta i djali. Klevisi juve, jore. Klevisi do rraur me plembare, se klevisi di veta audiencë a 3000 veta, pas ta ikën qakordojt aj, se për balon dopaj. Ure mua më kare më qafë që në fillim është, ta kuptoni, ju po në s'kam reaguar. Do vi momenti që do reagoj me emra. Do vi momenti që do reagoj me argumenta. Po deshet, më lini rehat, u a the me pas tërti. Mos më përmendi në për private. Më lini rehat edhe nuk ka shanse të mere mu me asiloj personi. Zero. Më lini rehat, u a the me shpirt, ore, më lini rehat, po desht. Po desht më lini rehat. Më lini në allet e mija. Ore, nuk jam në punë në TikTok, ore. Nuk dua audiencë në TikTok që ta sulmoj, ore, audiencën. E kuptoni apo jore. Më lini ori qifshanen. Unë kam gellur, iku babalja kam gellur gjusëm tani në TikTok. Ha puro fare, pa gënjeshtra. Ha puro fare, ua. Kam gellur kështu rrit los me klevisin tani, jam regu, miru pafshi.
Fute me në një kështu të rolisem të pere iki. Ore, qa pune u prishun juve në TikTok, u qifsha madrë? Qa pune u prishun? Do një losni me dënime me klevisina. Po aty e keni, ore. Ore, a do një losni me dënime me klevisin, një gjeloz? Po aty e keni, vda. Unë paguaj qdo ditë që los me klevisin paka shumë. Se mos e dini se fitoj. Aty e keni klevisin. Paguani, rini aty, merën me klevisin, edhe kaq, shumë e thjesht. E shumë e thjesht. Emrin ti mos e përmendin me. Sepse në momentin që e përmesni në privat, në momentin që krijoni grupe, o Gerti respektet rujtë zoti, që të hyj këtu dhe të më nxjerrin mua keq, në momentin që mbushet kupa, privati është privat, TikTok është TikTok. Në qoftë se i thoni vetes tuaj që jeni njerëz që përdorni rrjetet sociale dhe nuk do t'i përgjigjeni dot situatave, se në fund të fundit çdo njeri për veten e vet jep maksimumin. Çdo njeri për veten e vet jep maksimumin. Si unë, si tjetri dhe më i lodhur i tjetër. Edhe ai që me zi habuk, për veten e vet, për dinjitetin e vet, jep maksimumin. Mos u merrni me private, tulim këte, tulim ate, shaj ky ate, shaj ky këte, duke bërë intriga dhe dallavere. Mose, nuk ja vlen, se të vjen situata dhe probleme nga nuk e panden ndonjëherë. Mos, çdo lloj personi, mos u merrni me këto gjëra, merrni me gjëra pozitive, bëni gjëra pozitive, po i bëni me shpirt, mos i bëni për të dukur. Po bëni gjë të mirë, bëni me shpirt. Po e thatë një fjalë të mirë, thojeni me shpirt. Jo në sy vlla, mbrapa krave ropqiri, sepse nuk shkon. Nuk shkon ora. Në sy ti thosh vlla, mbrapa krave ta shash, ta ofendosh. Ndaj mendjen çka e ke. Ndaj mendjen sepse nuk shkon. Stop me dallavere, stop me intriga, dhe kaq. Shumë e thjeshtë. Gjithse cili rrjetin social e përdor për arsyet e veta. Unë, po më gjetët një mesazh që të kem folur për X-in apo për Y-in në për private, unë e mbyll TikTok-un, të dali njëri të më thoj, mi tregoj që ja këtu ne kemi diskutuar për filani, si ta shajmë, si ta ofendojmë, si ta nxjerrim keq, si ta ulim. Në momentin o do beuza, më ka rënë me kohë, mua vlla. Nuk më ka rënë sot. Mua më ka rënë me kohë. Po nuk e pranoj njerëzit që të bjen me qaf. Thonë nuk të kam renu, s'kam renu, heqin mbythën gjithë. Heqin mbythën gjithë, vlla. Dhe ky rrjet social ka vend për të gjithë. Çdo person që merret me private për të sharë dhe për të ofenduar njerëzit nuk shkon. Çdo person qofsha edhe unë. Po gjetët apo po ka ndonjëri nga ju të TikTokut një mesazh që unë kam diskutuar me një person për Pablo për shembull, unë nxjerr mesazhin, unë e mbyll TikTokun e nuk hyj asnjë ditë TikTok, as një sekond. As një sekond. Nuk hyr as një sekond. Po përderisa unë nuk merrem me asnjërin prej ju. Përderisa unë nuk merrem me asnjërin prej jush, po ç'keni me mua ri qifsha më. Po keni filluar këtu e kaq kohë. Merreni akoma me mua që unë hyj TikTok një 3 ditë. Ore ka pro. Hajde ka provate, po nuk jam fort në... Po stresohesh, në gjysh stresohesh. O profesor. Ore ka pro. Ndalet përgjithësi prej cilit vend vinë Lugina, Kumanova, Kosova, Shqipëria, Qeveria, Ulqina, Maltëzia, ku e di ku jon, i rujt Zoti, edhe Mërgatën e rujt Zoti, po nga ko. Unë nuk pëditi
A jeni gjallë me skulpturën tënde, fotografien tënde, me të mirën tënde, unë nuk e di pse mirë është ti me thashe theme, këtë s'pe kuptoj të ti, që kjo mu jesë me nkrije një njeri ki dit me lonë Shqipërinë e madhe ku ki lind dhe ku je rrit, ki dit me rok rrugën e mërgimit dhe ki dit me mri këta pasonit që të kavon lorate Zotit. Shoh puna me tje që mirë është, jo ti, po shumë tjerë që jeni të fuqishëm, jeni të pastër, jeni humana, jeni suportuz, jeni giftera, nuk jeni lojtar. Ju jeni këtu me kalu kohën, me bone gallat, ne diskutim, ne loj, ne ndryshëm, shumë ndryshme e këtu shaboni te tjetri. Unë si të ti pse mirë është ti me shumë tjerë, unë s'pe kuptoj këtë. Ja ta shpjegoj unë të Kaprol. Sot për shembull më ka marrë dikush telefon dhe më ka thënë, po e bëre lojë me Kaprolin, një person që punon me një në ato mediat këshuja që janë në për TikTok, në për Facebook, në për Instagram, nuk do ata përmes se cila, më ka thënë, nëse ti bëni lojën dhe do të etiketojnë si personi që degeneron njerëzit. E do më bënin laj mua, sepse të thashe në privat që nuk e bëjmë do të lojën. Jo, mos e bëm mërë lojën. Gjo, dhe në momenti që bëj unë lojra, do dali me pa tjetër një gjë dhe unë i bedhe me lekte mija, pa që qinenës unë i bejas me lekte popullit, unë i bej me të njët. Dhe më ka marrë, më ka thënë që është dikush një që ka marrë këtë, që do ta bëj lajmin, që në qoftë se ti do ta bësh lojë me Kaprolin, dhe ai do bëj atë dënimin, ty do t'i etiketojnë që personi që po degeneron njerëzit. Dhe kur ma ka thënë këtë thashore, qa po thohet të thashore? Qa po thohet thashore, qa po flitet dhe? Une ju kërkojmë falje që u futa, ne mora me bo, une më pregatit, une e di që e hupi, a fitoj, më bo aki edhe kësha fitu, bo aki edhe e kësha hup, veç një për të kalëzëj, më me folë me kuna dush, mire me mendetuja, mire me kuna mire në qmajtë e në gjatë të poshtë e natë, të ato jonë, ajo është puna jote, falim me nderë, të kërkojmë falje dhe në gjesë, bon qka dush, pa vëllah, të gacë. Flasë më ka pro. Kalofë mirë. Goddens, ore më kanë caruar sot o vlla, disa më kanë caruar apo jo, po që jam modrë një, ore, janë mirë këta njerëz apo jo, vlla. Rini mirë apo jo, ore, na lini në atëre, vlla. O do pe usa, po jo e ka vlla, burse nuk... Po s'dua unë të etiketojmë ashtu, të kam vlla. E koza nova. Nuk dua unë të etiketojmë ashtu, valla. Unë i bëj lojat për qefa, për të argëtuar, valla, për adrenalina. Nuk dua unë të etiketojmë, valla. Qa po thoni ju? Po vete zjodi Kaprolli, po ku pyesin ata kush e zjodi dënimin? Ku pyesin ata, valla? Seriozisht e keni ju? Pyesin njerëzit kush e zgjodhi pastaj. Qa po thoni ju, valla? Hje zoti i madh, na ka gjetur. Jore do pe uza jo po na lodhën e vlla. Se ty s'ta merë mëndja kur, ore. S'ta merë mëndja ti i thoi nuk ka shanse, vlla. Nërko ai hap TikTok falso, vjen aty, edhe. Kur i vetet e live ti pastaj thot, ore vlla, ku jetje? Humbe fare. Po meret dhe qa po bet tu e vlla. Meret dhe qa po bet tu e re. Nuk e di, nuk e marrë vesh, nuk po a lexoj dot unë këtyre që bëjnë TikTok.